Raporti me krimin, pra ne jemi mësuar në shumë ngjarje dhe më përpara, kryesisht në ngjarje atentati që ka persona që largohen, djegin një makinë dhe për shumë kohë zhduken dhe patjetër policia do muaj të tërë pra për të zbardhur, por ka edhe ngjarje të pazbardhura. Sa do të ndihmojë ky sistem në zbardhjen e ngjarjeve kriminale? Pra, si do të funksionojë sa i përket mënyrës së të vepruarit për gjetjen dhe kapjen e imazheve të personave që mund të jenë kërkim apo që sapo kanë kryer një ngjarje, pra për ta ndihmuar policinë që numri i ngjarjeve të shkojë drejt, si thua, drejt zbardhjeve më të tepërta, por sigurisht edhe për të parandaluar. Risia me prezantimin e këtij sistemi është pikërisht të qenit proaktiv, pra të reagojmë përpara se ngjarja të ndodh, duke marrë këtu në konsiderat dhe pikërisht dhe nevojën për rritjen e kapacitetit të policisë së shtetit në lokalizimin, gjetjen dhe vënien përpara drejtësisë të personave në kërkim. Sigurisht kjo në përputhje me jo vetëm me kuadrin ligjor në fuqi, por edhe me të dhënat që administrohen nga policia e shtetit, pikërisht bazuar në ligjen e tyre organik, por dhe kodin penal, kodin e procedurës penale, në mënyrë që ne të garantojmë sigurisht një nivel të shtuar sigurie për të bërë të mundur vënien përpara drejtësisë të personave në kërkim. Sidomos kur bëhet fjalë për krime të rënda, si vrasje, plagosje të rënda dhe kategori të tjera të krimit të organizuar apo krime të rënda. Kjo është sigurisht një lajm i mirë për vetë faktin që fillon nga momenti hyrjes në kufi deri në qarkullimin në territor. Nga ana tjetër kemi dhe vendosja e këtyre kamerave pranë institucione të ndryshme, sigurisht për të monitoruar çdo shkelje të mundshme, jo vetëm të ligjeve që kanë të bëjnë me sigurinë publike, por edhe menaxhimin e trafikut rrugor që e përmendëm edhe më herët, por patjetër edhe për të garantuar një nivel të shtuar sigurie, i cili nuk është më reagues, pra pasi ndodh ngjarja dhe me orë të tëra ku oficerëve të policisë u duhet të hetojnë dhe të shikojnë, të administrojnë të gjitha ato orë të tëra në mënyrë manuale videos, ndërkohë që sot sistemi lejon që kjo të analizohet në fraksion sekondash përmes software-it bazuar në inteligjencë artificiale, i cili shkëput vetëm atë fraksion videoe që përbën interes për policinë e shtetit.